Sot në persona kemi një djalë të ri për me zë të fortë dhe vizion të qartë. Një nga deputetët më të zëshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka hyrë në një skemë politike që kërkon nerva, qartësi dhe guxim. Megjithatë, sot si jemi në foltore, prandaj ne duam ta njohim më mirë Paris Gurin dhe të dëgjojmë përgjigje të sinqerta nga ai. Paris, a mundesh me përshkru vetëm pak për publikun? Kush është Parisi si njeri? Parisi është një djalë i ri, 29 vjet, që e don vendin e vet, e don Kosovën, ka pas mundësi shumë të mëdha me dal jashtë vendit, ka pas mundësi me studiu jashtë vendit, po ka vendosur me kontribu në vendin e tij. Unë vi prej shtetit të Ferizajit, jem rrit në Ferizaj për studimin, pastaj kam ardhur në Prishtinë, edhe prej atëherë, do me thonë, qëllimi jam, ideja jam, edhe dëshira jam, pasioni jam ka qenë me kontribu për vendin edhe me lënë diçka për gjenerata tjera që vinë mas neve. Po, nashta, a ka pas diçka fikse në ai moment që ti e mban mend që ke vendosur, okay, unë po hym politik për shkak diçka që të ka pengu dhe ke dash me ndryshu, ose diçka që e mon me kështu si se e di sakt kur kam dash me hy në politikë, cili ka qenë momente kryesor që më ka shty mu me u kyç aktivisht në politikë. Unë politikën e kam përcjell gjithmonë, prej kur kam qenë edhe në shkollë të mesme, mirë po nuk kam pas dëshirë të kyçem aktivisht në politikë. Me 14 shkurt 2021, pas dalje të rezultateve të KQZ-s, ku Lëvizja dhe Xhendosi marr 51%, që ai ka qenë momenti që kam thonë që tash duhet me kyç, për arsye që unë kam studiu shkenca politike dhe gjithmonë më ka preokupu me studiu për populizmin edhe me studiu qysh sot rrezikshëm janë populistët edhe mënyra qysh vinë në pushtet. Edhe mënyra qysh ka ardhur Lëvizja dhe Xhendosi në pushtet, për mu ka qenë një alarm që është duke i plotësu krejt që ato kriteret ose standardet që vjen një parti populiste që mas ne shndruhet në autoritare, edhe kom thonë që ky është momenti që duhet menu seriozisht me u kyç në politikë, për arsye që nuk mjafton më me dhon opinione, komente në Facebook të shok, të familja. E kom po gjendjen shumë serioze, edhe çaj ka qenë momenti kur unë kam vendos me hy në politikë, në pas publikimit të rezultateve të KQZ-s. Interesante. Okej, qysh je tu e menaxhu presionin e punës tash edhe nashta edhe kritikat që i merr prej tjerëve, qoftë edhe në rrjetet sociale, komente negative nëse ka, po edhe kritika kështu prej kolegëve ose të tjerëve që ndoshta kanë eksperiencë edhe më shumë. Kritikat zakonisht kur politika nuk është profesion i lehtë, nuk është ashtu fush me lule, dhe secili që hyn në politikë e din këtë fakt, për arsye që në momentin që hyn në politikë me pas edhe armiq. Edhe armiqt kemi pas ata që nuk janë në subjektin tënd politik. Kritikat unë i marr shumë me qaf, me dëshirë, për arsye që edhe munona që ato kritikat, këshillat, krejt munona dhe e di njerëzit që më njohin që munduhem krejt me i marr edhe me i zbatu, edhe me i përfill kështu në maksimum, për arsye që ato ndikojnë në përmirësim. Zakonisht këto këshillat vijnë prej dashamirëve edhe prej atyre që ta dojnë të mirën, kurse këto sharjet e kritikat e kërcënimet, ato i marrë me shumë sportivitet, për arsye që shumica prej tyre janë udbash, njëri Serbis, njëri Vučićit, edhe masneti kur ta logjikojsh që unë kam 29 vjet, edhe unë njëri Miloševićit, i Vučićit, e udbash, tani kjo shndrohet pak në qesharake, kështu që shumicën për këtyre komenteve zakonisht i marr me shumë sportivitet, po edhe janë shumica për tyre edhe qesharake, edhe kanë edhe të pabesueshme deri ku mujnë me mri, po do të thonë i lexoj për arsye që janë shumë atraktive me nivelin deri ku mënet me mri një person me gjyku një tjetër pa asnjë bazë, pa asnjë argument, edhe që kjo mendësia që është kriju që tash që kushdo që s'është me neve është me Serbinë, kushdo që s'është me neve është udbash, e harrojnë që ati që në ty thonë udbash i ka 29 vjet, ose për shembull ati që në ty thonë udbash
është general në luftë, ose që ati që në të thonë, u të bashkë, ko njerëz dëvëron në luftë, ko vllazni, ko motra, ko familjarë që e kanë dhonë jetën për këtë vend, e tani masnej kjo bët problematike dhe menoj që njona prej misioneve dhe detyrave të gjeneratës së re politike është që me e shëru edhe që të polarizimin e skajshëm që është bo në vendin tonë. Perfekt, se mos të... Po do shtë thash për me të njoftë ty ma mirë dhe mos më nalë shumë të politika, po nëse s'kemi ka ikim. Po të pës, a ka ndonjë vlerë që e ki ti si person që nuk e negocion kur? As për karrierë, as për kur gjo? Vlera që nuk e negocioj kur është e vërteta. E vërteta dhe drejtësia, do me thonë që të dy jënë parimet bazë që menoj që të mi posë se cili individ, e sidomos ata që hynë në politikë. Do me thonë, drejtësia është me urështu me drejtën, mos me bo kompromis në asë një mënyrë me të keqen. Mos me bo në asë një mënyrë kompromis me hajnin, me korupcionin, me njerëzit e korruptun. Po të ndërprejt, qëto ma se përmene hajnin edhe korupcionin, çka mendon se e dalon gjeneratën tonë politike nga gjenerata e vjetër? Se di pse kur e lidhat vjetër më kujtohet të dyra. Gjeneratën e re edhe gjeneratën e vjetër politike, unë menoj që fillimisht, po du pak më nol pak ma gjatë të që pjesë, për arsye që sot në Kosovë, se cili njeri që merret me politikë, kam rri prej popullit me u po si person që ka hy për interesa personale, individuale në politikë. Do me thonë, ka humbë besime i qytetarëve që idealistat futen në politikë. Për arsye të gjykimeve, për arsye të fymjeve, shomjeve që ju bëhen njerëzve që merren me politikë, edhe në të njëjtën kohë edhe për arsye që këtu edhe nuk kam faj, që ka humbë besime, do me thonë të sot nëse i thu dikujt që kam e ndërtu një stadium 3 të Kosovës, ku kam i pëqaj stadium, kam i pos 40.000 ullse, që është stadium që i përmbush kriteret e UEFA-s, ku mënët Kosova me lujt një ndeshje dinjitoze që aty, krejt keshin kërkush nuk beson që mënësh me ndërtu një stadium. Do me thonë, se qaq pak është zhvillu Kosova gjatë një viteve të fundit, so që ka humbë besime që dikush mund me bot diçka të madhe. Do me thonë, të në momentin që del edhe premton e bën, na e kemi pas programin politik Rruga e Re në 2025 me ndonë shkurt platformën me të cilin kemi garu, edhe krejt projektet që i kemi pas kanë qenë projekte që kanë qenë për 20 vitë të arshme, për 30 vitë të arshme. Do me thonë, kërkush është shumë problem me i bind njerëzit që edhe Kosova ka kapacitet me ndërtu, si do me thonë, krejt qëtu që i kem na, i ndërtu para 20 vjetë, para 10 vjetë, para 5 vjetë, i ndërtu do autostrade, i ndërtu do shkolle, i ndërtu do rrugë, do me thonë, Kosova është zhvillu. Po tash nëse ti i thu dikujt që projekti jonë është kemi me bo një central me gaz, ku kanë mu investu miliarda euro dhe kanë mu zgjidh problemi i energjisë elektrike, krejt e shohen si premtim elektoral e si diçka të pabesueshme. Sepse kjo ka të bëjë me të kaluarën, domethënë. E dallimi mes gjeneratës së re edhe gjeneratës së vjetër, mendoj që gjenerata e re duhet me qenë që gjenerata që punon pa fjalë, krym projekte, po duhet me fol për me i bind qytetarët që m'ja jep mundësinë gjeneratës së re me udhëheq. Se nëse na nuk flasim, edhe nëse na gjenerata e re nuk flasim, edhe bëmi spektator të qëti teatrit që është ndodhës të 5 vjetë e fundit, mas një gjosat janë shumë të vogla që me ardhë koha e qësoj gjeneratës së re me ndryshu vene dhe me full për të ardhmen. Kërkush në Kosovë nuk flet për të ardhmen. E posh një dikën që 2050 është ma ofër se sot që ka qenë 2000-ta. Kështu që... Okej, po. Po, kur je në foltoren e kuvendit, nëse do t'jesh, prap flasim, qysh ndihesh edhe kur duhesh me fol për ide që e din që kanë me ranë ndesh me shumicën e ullër në vendet? Ke pas edhe raste tilla? Fatkeqësisht nuk kam pas raste me fol për ide, për arsye që ka qenë duke u konstituu kuvendi edhe drejta për debat
nuk kam pos deputet të drejt për me debatu, kam pos drejt vetëm me propozu antar për kryetar të kuvendit ose nën kryetar, nuk po më kujtohet sakt për të cilën pjesë ka qenë. Është e dhimbshme për arsye që i njëjti diskurs që përdoret për çdo është e dhimbshme. Se i njëjti diskurs që përdoret në rrjetet sociale me komente, i njëjti diskurs përdoret edhe prej deputetëve, ish ministrave e ish kryeministrit. Do me thonë, nëse ty një komend, nëse mu një komend më thot u të bash, unë fjallë u të bash kom e një edhe prej Agim Batirit në kuvend të Kosovës, kom e një edhe prej Dimal Boshës në kuvend të Kosovës, kom e një edhe prej Hekuran Muratit në kuvend të Kosovës. Do me thonë, e njëjta gjuhë, i njëjti narracion, i cili ndiqet prej militantëve të Facebookut, e njëjta ndodh edhe në kuvendin e Republikës, ku është institucioni majnalti i Republikës Kosovës, institucioni majnalti i përfaqësimit të Republikës Kosovës, e masnej kur edhe në qasi nivele. A keni me ndryshujo këtë? E masnej edhe në qasi nivele, kur të mërin me degradu gjuha e një figure, një përfaqësuesit popullit, e njëjt me një militant të Facebookut, të TikTokut, pastaj kjo bëhet e dhimbshme. E natyrisht që kjo do të me u ndryshu, edhe unë menoj që kam u ndryshu për arsye që deri tash, so kam bisedu edhe me kolegë që kanë qenë edhe më herët, situata njëjtë ka qenë gjithmonë. Mirë, po kur nuk është përfaq, Ka të shumë sa tash. po kur nuk është përfaq për publikun, so është përfaq tash, për arsye që deputetët gjithmonë kur kanë dalë në foltore, kundërshtarët kanë kanë ofendu gjatë 5 viteve të fundit. Mirë po, deputeti ka dalë në foltore e ka vazhdu fjallën e tij për arsye që e ka ditë që qytetari përmes televizionit dhe ndëgjon vetëm atë, nuk i dëgjon të tjerët. Mirë po, shumë e rëndësishme me u shpërfaq edhe kjo pjesë atë qytetar me pas për arsye që është kulturë politike. Edhe duhet me po edhe qytetarët e Kosovës se me çka përballet një deputet, një përfaqësues i popullit kur e merr fjalën në foltore të kuvendit. Unë mendoj që është një hap shumë i mirë, i kësaj që e the që ka me ndryshu që kjo, që është një hap shumë i mirë që kanë mërri me u shpërfaq kësaj here edhe te publiku veprimet që i bojnë mrena kuvendit Kosovës. Paris, të regëm drejt, a ka ndonjë politikan që ke frikë me kritiku? Besoj që ata që më ndjekin në rrjetet sociale dhe ma kanë përcjell karrierën tam politike prej kur e kam filluar deri tash. S'po flas veç për pushtetin, ashta edhe brenda partisë? S'po besoj që ka ndonjë figurë politike që nuk guxoj me kritiku, për arsye që shumicën me të cilët nuk jam pajtu, unë edhe e kam thënë. Okay. Cili është momenti më i vështirë që e ke pas prej kohës që ke nisë më marrë aktivisht në politikë, që e mban mend, kështu edhe? Bajage i ndi në zërë, ndashtaj pak i pendum se je kyç. Jo, nuk ka pas asnjë moment që më i pendum, ka pas momente të vështira në politikë. Në politikë, krejt këta që merren me politikë ka shpesh momente të vështira, trona, presionet, stresit. A ka diçka që e mban mend? Mirë po, ka momente kur jam dëshpru kur jam një keq, për shembull, ka qenë njëri prej momenteve me një matrona politike të mia, ka qenë kur në krye të kuvendit Kosovës e kemi vendosur Dimal Bosha dhe unë kam qenë pjesë e asaj legjislature që kam u mbajt në mend për zgjedhjen e Dimal Boshës si kryetar të kuvendit, që ka qenë absolutisht momenti më i rënd politik i karrierës tam, ndonse është karrierë e shkurtër me pas shumë momente më të rënda, mirë po deri tash mendoj që momenti më i rënd edhe emocionalisht kështu jam keq kur ka ndodhur, ajo ka qenë momenti kur është zgjedh Dimal Bosha kryetari i kuvendit. Me që tha ka me pas momente tjera, ku e shet të vetën në vazhdim, nëse flasim në një periudhë 10 vjeçare ndoshta? Cilat janë ambicjet e Parisit? Qëtu pyetjet gjithë janë konë dështira, kështu edhe në CV, kur du pyetjet se intervjist punës, ku e shet vetën pas 5 vitesh. Pas 10, për dalim. Tu kontribu për vanen, tu kontribu për vanen çfarë do lloj mënyre dhe mundësie që më jepet edhe më ofrohet, tu kontribu për vanen. Dëshira jam është me qenë zo i rinis, me ofru projekte për rinin, me letësu jetën e rinis, me bo
që rinia mos me pas nevojë me po perëndimin si alternativë tjetërës që po e shohin shumë, po me po Kosovën si vendin me e besu ata ëndrrave. që ja vlen nashta edhe dikush që duhet mu angazhu në politikë të ri, ma shumë mu angazhu. Pse duhet me besu që ja vlen? Se veç kur bomi shumë të ri në politikë, kur bomi shumë të ri në kuvendin e Kosovës, veç atë kërkush më mirë se so një i ri, nuk mundet me i dit interesat që i ka rinia. So më shumë të ri në kuvendin e Kosovës, qaq më shumë kanë më konë të përfaqësum, trit edhe në kuvend, edhe kanë më konë të përfaqësum edhe në politika që i bën kuvendi, për zhvillimin edhe për lehtësimin e jetës për trit. Po, me gjithatë të e marë parasysh kuvendin edhe këtë rrethin politik që jemi, për shembull unë mendoj që ti e ke më vështirë se sa kolegë tjerë që kanë më shumë eksperiencë. Edhe tash, a e ke përjetu ti që të ka thonë njëherë dikur që je shumë i ri për me të marrë seriozisht në shtatë? Mrena partisë të nuk e kom përjetu kur, për arsye që unë jem me fat që jem në LDK, jem me fat që kryetari i LDK-s është Lumer Abdigjiku edhe i ka ofru hapësirë të jashtëzakonshme rinisë edhe forumit të rinisë, njëkohësisht jem edhe kryetari i forumit të rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe kemi pas një hapësirë të jashtëzakonshme gjatë krejt kësaj periudhe, edhe brenda organeve të partisë, edhe në vendimarrje, e tash domethënë edhe në listat që i kemi pas për asamblejën e krejt komunat, edhe unë kam qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Mirë po, është ambient i egër, edhe duhet me qenë është emocionalisht me përballun, është ambient i egër edhe mu goditit më të mëdhoja, që më kanë ardhur prej kundërshtarëve politik, kanë qenë veç duke u referu moshës. Kërkush mu nuk ka mujt me dalë edhe më thonë që Parisi i ka vjedh 100.000 euro subvencione, kërkush nuk ka mujt me dalë më thonë Parisi i ka vjedh në energji elektrike, kërkush nuk ka mujt me thonë Parisi ka keq përdorur buxhetin e shtetit. Kritika e vetme që e ku morë unë ka qenë mosha. Po, pikërisht, se që aty po du më ndalë, tash ti ndoshta si karakter edhe e përballon një gjatë tillë, po ka të tri tjerë që ndoshta kanë qef me qenë pjesë, po që s'mune ndoshta me përballu qetësen. Mi thonë dikush që ti je shumë i ri, nuk të marrë seriozisht, ose me i bot gjonat ndryshme gjatë kohës kur është në folklore, ose... Për çdo unë kam reagu gjithmonë sa herë jam përballë me këtë kritik, jo për arsye që, se të më thonë, kanë thonë 500 herë u të bashe njeri Vučićit, po s'është që kom dollë me të më thonë, është e pa logjikshme edhe tash nuk më nëshme u marrë me se cilin ofendim, me se cilin fyri që ta bojnë. Kur je figurë publike, natyrisht që ti merë dhe komente negative. Mi po kur më kanë sulmu të pjesa e moshës, gjithmonë ju munu me dollë edhe me sqaru, edhe me i motivu të tjertë që kjo nuk është çka përfaqëson politika e Kosovës. Edhe unë shpresoj ti për shumë që mos me u demotivu një i ri kur i shes sulmët që mbohen mu ose që u bohen trive të tjerë në parlamentin e Kosovës. Për arsye që qaj nuk është që kjo klim, nuk është qaj që e përfaqëson politikën e Kosovës. Na dina ma mirë, na jena ma mirë, na mujna ma mirë. Edhe arsyeja e goditjes që ja u bojnë njerëzve tri që hinë politikë, duke i sulmu në mosh, që është gjëja më absurde, që për mu është vlera më e madhe, kënaria jam më e madhe, është që unë si 28 vjeçar jem zgjedhur deputet i kuvendit të Kosovës. Unë jem i bindën që nëse isha zgjedhur deputet me një mosh më të shtyme, nuk ishte qenë e njëjta për mu që është qëtasht, për arsye që për mu është shumë përmbushse me përfaqësu qëtë gjenerat tre politike në kuvendin e Kosovës. Kështu që kjo është do të mu konsideru vlerë për secilin tri. So më shumë të ri që hynë politik, qaq më mirë për skenën politike. So më shumë që bëhemi në parlamentin e Kosovës të ri, qaq më pak kanë me met ata që në akuzojnë neve shuj se të zden. Edhe kjo është logjik nuk është logjike ndërtu në veç tash, por kjo është, e kemi pas një si, kjo është pak edhe kulturore e jona. Dhe me thonë, nod, ma i riu që kanë, do është me ujë, të dera. Kanë hongër njëherë mësafer të rriturit, pastaj kanë hongër më të rrit. Kështu që kjo nuk është dosht me u përcjell
edhe me një institucion që kaq serioz e që kaq domethënës për fotin e Republikës. Kështu që unë ju bëj thirrje krejt trive që me u kyç në politik, për arsye që veç trive ja u kanë frikën. Për arsye që, pra po e them, as mu, as shokëve të me e shoqeve të mia, nuk mund neve me na akuzu për radojqiqin, as nuk mund me na akuzu për udbosha, e krejt kritikën që mund me na i dhonë, është që jeni tri. Kështu për derisa është kjo vetëm ja kritikë. Unë mendoj që trive duhet me ja pas frikën pak edhe për energjinë që e kanë, se nëse e shohim Parisin është shumë aktiv në rrjetet sociale, e diskutuam edhe më herët, domethënë ti dukesh sikur veç e rën të punu krejt kohën, a bën jetë siç bën njëri, a del heqa, nashta edhe kanë qef me ditë, a je në lidhje, apo jeta familjare, ose diçka tillë, apo është komplet politik. Gjithë dita jote. Shumica e ditës tam është politik natyresht, për arsye që ky është puna që unë e kam zgjedh, edhe unë ndihem edhe përgjegjës për krejt ata votues që më kanë votu mu që me qenë pjesë e kuvendit, edhe natyresht që më punoj ditë e natë për me i përfaqësu ata në mënyrë sa më dinjitetshme të mundshme. Natyresht që unë dalë si çdo i ri, shkoj te familja si çdo njeri tjetër, edhe e kam edhe këtë pjesën time që do me thonë dalë me shoqëni, e kam pjesën time private që e jetoj, natyresht nuk është 24/7 politik, mirë po shumicën e kohës unë e kaloj duke punu edhe duke u marrë me punën time të përditshme që e kam si deputet i Kuvendit të Republikës, edhe si kryetari i Forumit të Rinisë, për arsye që edhe puna si kryetari i Forumit të Rinisë kërkon jashtëzakonisht shumë angazhim edhe punë. A ke bë ndonjëherë ndonjë gaf ose diçka, ndoshta ke shkruar ndonjë status ose diçka që të është dashur me fshik para se me po tjerët? Publikisht. Nuk besoj që ka pas momente postime që i kam bo, që mas ne kam thonë nashtë s'është i duhurit, që kë ka mujtë ma mirë, diçka, por nuk ka pas postime që e kam bo edhe e kam fshi pasi që e kam publiku. Për vetë nëse ka pas nëjë gabim teknik, nëjë sen shkrimi, po kështu soj përket përmbojtjes ju, në asnjë s'ka ndodhur më janë. Cila është fjala që e përdor mas shumë ti kur fol? Jashtëzakonisht. S'di pse më ka mjetë që edhe po munona me përmirësu, po jashtëzakonisht. Pas ke me numru të ashtuar e ke thonë në intervistë. Kur je me nerva, çka bën? Shumë rolle me nerva. Shumë rolle me nerva. Jem njeri shumë i qetë, edhe njerëzit që janë ofër meje e din që është shumë vështirë, nështë atë pa mundën me më po mu me nerva ose me stres, ose kështu e kam një disponim konsistent, kështu që është i një trajtshëm, nuk më do... Je happy, do më thonë, për ditësh, se unë e kam një kritikë gjithmonë për LDK-n, se duken shumë serios, pak kështu të mbyllur. Qëtu jem pak edhe paragjykime që ja bojnë LDK-s. Nështë ta që një nga ofër, po do më thonë, për shambull e Jehona, dorë, sa janë që me mbjen me nejtë ma shumë, kështu sështë që është kështu qashtu që përshkëm të serioze janë, përka kjo aspekti seriozitetit në profesion. Mirë, për nuk është që janë kështu që përshkru të se është në farë. Se kërë e mendoj atë të dega juj, është një ambient pak si boring, kështu. Adin qamë, hajde ne kur dane, një ditë, në zyret e LDK-s, edhe e bojna një... Sa herë për kishëm në një ore. Jo sa herë për kishëm në një ore, po vëq e shëne një ditë të punës në në zyreve të LDK-s, so harmoni ka e so pozitiv janë, e qëfar hapsirat mrekullueshme kemi aty mrena, ku mbledhen trit për i krejt Kosovës, edhe kalojna jashtëzakonisht mirë. Kemi hapsira shumë ngrata, kemi një bibliotekë ku vinë trit, lexojnë, punojnë, edhe në punët e tyne që i kanë, i krynë përmes aty socializohen me një tjetrin, është një atmosferë shumë e mirë, edhe prapë e thëmë që kjo është një paragjykime, për me e rëdzu këtë paragjykimin, juftoj kur dhe që dane,
hajdeni në zyret e LDK-s edhe e sheni qysh punohet, me çfarë pozitiviteti dhe me çfarë entuziazmi punohet brenda zyreve të LDK-s. Por nuk është diçka, ka edhe plot të tjera, për shembull LDK-ja që është e ka grupin parlamentar përafërsisht të rinë në moshë. Po dhe që kjo është frika. Të rinë në moshë, edhe mas nej, prap kritika është që në LDK nuk ka rini. Për diriso në LDK... Jo, se po të... Po, është edhe një kritik që bëhet, kështu zakonisht që LDK-ja është partijet që e shë edhe në rrjetet sociale. Është partije më shumë dhe sene, mi po të e kini realitet këtë tjetër, që është një grup parlamentar i ri, është një kryesi që është në mosh e re, edhe pse nuk menojnë që domosdoshmërisht mosha është vlerë. Më nësh me qenë edhe në mosh më të shtyme, edhe me qenë jashtëzakonisht i gatshëm edhe i përgatitun për me kryer një detyrë të caktune. E kem Bidenin edhe Trumpin në Amerikë që... Janë të qëndrues të ikisht. Kush është politikani shqiptar që e respekton mas shumëti? Nuk po flas veç Kosovë, po në gjitha trojet, nëse ka dhe jashtë Kosovës. Politikani shqiptar që e respektoj mas shumëti. Përveç Lumir Abdi Gjikut arse është kryetari. Përveç Lumir, domethënë me qenë veç gjallë a edhe të vdekur. Me qenë edhe i ndirë. Unë mendoj që figura më e ndritshme politike e historisë kosovare, shqiptare, është Ibrahim Rugova. Edhe nuk po e them që jam pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës, po ky ka qenë menimi em edhe bindja ime prej studimeve të mia edhe prej moshës së hershme. Unë mendoj që me mri në vitet e 90-ta me mja hop dyrt Kosovës në shpinë e bardhë, të i pos parasysh rrethona në cilat ka qenë Kosova. Ai sot, kur jemi republik, jemi i njoftën prej 120 shteteve, mos t'ja gaboj numrin, sualat i kemi edhe nuk po muj me deportu të shtëpia e bardhë, e në qatë kontekst kur kemi qenë, në vitet e 80-ta, në vitet e 90-ta, veç një politikan që është përtej LDK-s, është përtej Kosovës, mundet me arrit çdo që me ja hop dyrt Kosovës në shpinë e bardhë. Këto pajtohemi të gjithë besoj ndërime për Edhe mendoj që figura më e shqune politike, e gjallë, e vdekur, e historisë të Kosovës, e historisë të popullit shqiptar, pa dyshim është presidenti Ibrahim Rugova, dhe këto pra po e them, nuk po e them pse në pjesë e LDK-s, për arsye që Rugova është shumë përtej LDK-s. E vërtet, edhe unë mendoj ashtu. Atëherë, politikan ndërkombëtar që të frymëzon. Politikan ndërkombëtar që më frymëzon e kam përcjell shumë so ka qenë qeverisi Obama dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë për reformat që i ka bërë edhe në aspektin e sigurimeve shëndetësore në Amerikë edhe politikave më paqësore që i ka pasur për këtë rendit botëror, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Në Europë aktualisht nuk kam ndonjë të preferuar, më ka pëlqyer shumë kur ka qenë kancelare Angela Merkel, për shkak të fuqisë së saj që e ka pas si një grua e fuqishme, edhe ka dominu edhe në Europë, mirë po i ka bë kashillak edhe kur ka qenë në bisedime edhe kur ka qenë në konferenca edhe me kontinentet të tjera, mendoj që tash Europës po i mungon një politikane e nivelit të tillë. Po ndihet mungesa. Po ndihet mungesa Angela Merkel. Çka të irriton më shumë ti në politik ose edhe në jetën personale, kështu diçka që nuk e duron hiç? Në politik më irriton shumë, më shumë më irriton hajnia, korrupsioni dhe keqpërdorimet që i bojnë njerëzit që kanë pozita, do me thonë, kur i fusin durt në buxhetin e shtetit dhe i keqpërdorin parat e taksapaguesve të qytetarëve të tyne, që është dashur me ju shërby, ata i keqpërdorin ato, kjo është sani që më acaron edhe më pengon më shumë edhe për çdo ka qenë njëra prej kauzave të mia
kryesore prej që jam marrë me politikë, domethënë jam marrë me krejt çdo keqpërdorimet që i bojnë e njëtën kështu në aspektin jo politik, që kam pengon është njerëzit kur demotivohen edhe ashtu konstant tentojnë me gjetë diçka me qenë të paknoqën edhe nuk e kanë një qëllim, nuk e kanë një ide që me përmirësu diçka në vendin ku jetojnë, lagjën ku jetojnë, në objektin ku jetojnë, edhe gjithmonë gjenë është një që janë njerëzit që kanë zgjidhje për çdo problem edhe njerëzit që kanë problem për çdo zgjidhje. Këta njerëzit që kanë problem për çdo zgjidhje. Muj me thonë që realisht je politikan shumë i mirë, se do më thonë po ta plot pyetje që do është ta mi nxjerr ka personalja, po veç vazhdope. Po qytetarëve nuk ju intereson shumë aspekti personal i jame. Ju intereson ma shumë. Sa njerim ka vetë mu. Po falenderoj shumë që ishe. Faleminderit ty shumë. Kënaqësia ishte imja. Mirë se dashur, ne shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.